Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Balluku nuk do të hiqet imuniteti deputetes së Rama paralajmëron me grupin parlamentar do të ndërhyjë në legjislacion shmangni pezullimin e ministrave. Apeli dënon me 1 vit burg për korrupsion zgjedhor kryebashkiakun e Rrogozhinës, pritet shkarkimi i Edison Memollës për t'i hapur rrugë zgjedhjeve. Kalon për gjykim dosja ndaj Erion Veliajt, avokatët braktisin seancën. Kryebashkiaku i Tiranës akuzohet për korrupsion, shpërdorim detyre e fshehje pasurie. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Kryeministri Rama lajmëroi këtë të hënë për ndryshimin ligjor për t'i dhënë zgjidhje çështjes së pezullimit nga detyrat të një antari të qeverisë me vendim gjykate. Në mbledhjen e grupit socialist, Rama tha se një akt i tillë paralizon institucionin që drejton zyrtari. Sa i përket kërkesës së prokurorisë për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, Rama tha se nuk ka asgjë urgjente për shqyrtimin e saj. Qëndrimi i gjykatës kushtetuese ndaj çështjes Balluku do të bëjë që socialistët të kërkojnë ndryshime ligjore, që t'i japin zgjidhje pyetjes nëse një ministër mund të pezullohet nga detyra apo jo me urdhër të gjykatës. Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ishte vetë kreu i qeverisë Edi Rama, i cili të njëherë qëndroi mendimi si një antar i kabinetit të qeverisë, nuk mund të pezullohet thjesht me një vendim gjykate. Nisur edhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, ku të gjithë antarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin, po ndahen tek rrugë zgjidhja. Grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Sipas Ramës, institucionet e drejtësisë duhet të kalojnë më parë nga kuvendi për të hetuar funksionarët e lartë. Funksionet e padelegueshme kushtetuese nga ai antarit të qeverisë tek ai presidenti të Republikës dhe jo vetëm, nuk mund të pezullohen kursesi nga askush duke u nisur nga një emër i përvetshëm, sepse pezullimi paralizon funksionin, pra institucionin që ajo drejton. Ndonse u shpreh se respekton masën e pezullimit nga detyra, heqja e imunitetit të Ballukut sipas Ramës, për momentin nuk është i nevojshëm. E vetmja palë e përmbushur nga rikthimi i pezullimit është SPAK-u, që në kushtet e pezullimit mund të vazhdojë krejt qetësisht hetimin përkatës, ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën që SPAK e bëri pas rënies së masës së pezullimit. Një shtesë nga ana ime. SPAK-u nuk preket, vetëm mbështetet. Liria është e drejta e çdo prokurori për të hetuar çfarëdo qoftë e këdo qoftë nuk preken. Vetëm garantohen. Pavarësia e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv gjithashtu nuk preken, vetëm garantohen. Gjatë mbledhjes me ligjvënësit e majt, Rama deklaroi se ngërçi i kësaj çështje i hap rrugë që të kërkojë konsulencë ndërkombëtare juridike, në mënyrë që qeveria të veprojë saktë. Sali Berisha e quajti gru shteti vendimin e kryeministrit Rama për ndryshimet ligjore në çështjen e pezullimit nga detyrat të ministrave. Sipas tij, Rama po kërkon të mbrojë me çdo kusht Ballukun, por do të përballet me protestat e opozitës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po shkel kushtetutën e vendit për të mbrojtur numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku. Në një konferencë me gazetarët, Berisha komentoi vendimin e grupit parlamentar socialist për të ndryshuar kuadrin ligjor në lidhje me pezullimin e një ministri, duke cilësuar këtë lëvizje politike grusht shteti. Shkelje flagrante dhe grusht shteti, element të grushtit shteti. Berisha theksoi se në këtë situatë rruga e vetme për opozitën është protesta, duke vënë dukje se deputetët demokrat nuk do t'i bashkohen nismës për ndryshimin e kuadrit ligjor për këtë çështje. Qëllimi i opozitës do të jetë protest dhe vetëm protest dhe mënyrë revolt dhe vetëm revolt dhe mënyrë kategorike as i vot, por asnjë hap të kreut të organizatës kriminale dhe organizatës kriminale në mbrojtje të krimeve dhe djelëve të tyre. Asnjë vot. Kryetari i Partisë Demokratike komentoi edhe vizitën e kryeministrit në Bruksel, duke përsëritur se qëndrimi i majorancës në mbrojtje të numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku do të bllokojë procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Ai shkon në Bruksel me fustanin e Lubi Ballukut. Në kuptimin që shkon si avokat i turpshëm i saj dhe të gjitha i ka për vetë e tij.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ftoi qytetarët të bashkohen nesër protestës së opozitës kundër kryeministrit Edi Rama. Apeli posaçëm shpalli fajtor për korrupsion zgjedhor zyrtarin e Bashkisë së Rrogozhinës Edison Memolla. Ai pritet të shkojë në burg pasi shkalla e dytë la në fuqi vendimin e gjykatës antikorrupsion. Pasi vendimi mori formë të prerë, Memolla pritet të shkarkohet nga detyra për shkak të ligjit të dikriminalizimit. Sipas PAK, Edison Memolla ka ndikuar tek një elektriçist për të mos i ndërprerë energjinë elektrike një abonenti debitor me qëllim për të votuar në favor të tij në zgjedhjet e pjesëshme lokale të 6 marsit 2022. Tashmë pritet që Bashkia e Rrogozhinës të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Dosja ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj është kaluar për gjykim. Ai duhet të përballet tashmë me akuzën e prokurorisë për korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie dhe shpërdorim detyre. Veliaj dhe avokatët e tij e bojkotuan seancën duke thënë se procesi u shoqërua me shkelje të rënda ligjore. Një vit pasi u arrestua, Erion Veliaj do të nisë betejën në gjykatën e posaçme. Gjyqtarja Etleva Deda vendosi të kalojë për gjykim pas 11 seancash të shtyra. Dosjen ku e përfshirë është gruaja e tij Ajola Xoxa, ish deputetja socialiste Klotilda Bushka dhe disa biznesmen. Kryetari i Bashkisë së Tiranës akuzohet për korrupsion pasiv në 13 episode të ndryshme, pastrim parash, shpërdorim detyre dhe mosdeklarim të ardhurash në bashkëpunim. Sipas organit të akuzës që përfaqësohet nga 2 prokurorët Altin Dumani dhe Olz Dado, ai shfrytëzoi postin e qytetarit të parë të kryeqytetit për të krijuar përfitime gruas së tij përmes një skeme korruptive të ndërlikuar. E thënë thjesht, Ajola Xoxa kishte krijuar disa organizata jo fitimprurse, duke futur në lojë persona të tretë për të përfituar fonde nga bashkia e drejtuar nga burri i saj. Rezultati sipas PAK është se përfituesi fundori i këtyre të ardhurave ishte vetë Ajola Xoxa dhe kryebashkiaku Erion Veliaj. Organizatat njëherësh fitonin fonde dhe garantonin pastrim parash, ndërsa disa kompani, duke marrë leje ndërtimi, i jepnin rishfet kryetarit të bashkisë. Këto akuza, Erion Veliaj i ka konsideruar të denja për romanet absurde të Franz Kafkës dhe ka përjashtuar kategorikisht përfshirjen e tij në krimet që prokuroria e posaçme pretendon. Mbrojtja e Veliajt këtë të hënë bojkotoi sallën e gjykimit pa marrë vendimin, pasi argumenton se procesi është i bazuar në shkelje të rënda. Ndërkaq që pandehur për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, është marrë edhe ish kryetaria e Komisionit të Ligjeve Klotilda Bushka, që sipas PAK i ka zgjesuar celularin një dëshmitareje të thirrur nga SPAK për të fshehur gjurmë që mund të ekstraktoheshin nëse aparati telefonik sekuestrohej nga prokuroria. Tani më Veliaj do të ketë 2 beteja, atë në gjykatën e posaçme, për të cilën duhet që të shortohet fillimisht trupa gjykuese, e një tjetër në kushtetuese për masën e sigurisë arrest në burg. Më 3 nëntor, e njëjta gjykatë i dha të drejtë Veliajt pasi goditi vendimin e shkarkimit të tij, duke e lënë në detyrë si kryetar bashkie. Shumë nderuar kryetari i gjykatës. Komisioni për Evropën dhe punët e jashtme diskutoi sot projektligjin për shërbimin e jashtëm. Ndryshimet i përgjigjen standardeve të kohës e po ashtu sjellin përfitime konkrete si për qytetarët ashtu edhe për bizneset. Diplomacia e vendit tonë, sipas ministres së jashtme Elisa Spiropali, nuk i përgjigjet nevojave të kohës. Në Komisionin për Europën dhe punët e jashtme, kryediplomatja shqiptare, teksa prezantoi projektligjin për shërbimin e jashtëm, theksoi se këto ndryshime në ligj vijnë si nevojë e kërkesave të reja. Se një dekadë boda ka ndryshuar me ritme të shpejta, ndërsa diplomacia jon ka mbetur e lidhur me struktura dhe rregulla që nuk i përgjigjen më nevojave të sotme. Një riorganizim i thellë institucional dhe profesional për ta përshtatur diplomacinë shqiptare me ambicet e kohës re dhe me kërkesat konkrete të procesit të antarësimit BE. Ndërkaq, kryetari i Komisionit të Jashtëm Igli Hasani theksoi se aktivizimi i vendit tonë në politikën e jashtme sjell dhe nevojën e shtimit të burimeve njerëzore. Projektligji është hartuar në parafrim me praktikat më të mira ndërkombëtare, pas një procesi të gjatë dhe intensiv pune, i cili ka nisur, siç e thash, në fillim të muajit shkurt të 2024-s. Në këtë proces janë përfshirë jo vetëm përfaqësues Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, por edhe institucione të tjera të rëndësishme, si Ministria e Drejtësisë. Po ashtu, aktivizimi i lartë ndërkombëtar i Shqipërisë ka treguar nevojën për burime njerëzore dhe ekspertizë shtuar, e për këtë arsye projektligji hap shërbimin e jashtëm për shqiptarët që punojnë në organizata ndërkombëtare, duke mundësuar përfshirjen e ekspertizës më të mirë kombëtare në diplomacinë shqiptare.
E pranishme në komision, opozita u tregua skeptike, teksa u shpreh se projekt ligji i ri për shërbimin e jashtëm nuk ka asnjë risi, ndërsa ngriti pretendime për shkeljen e emërimin e diplomatëve. Mëngjesi kësaj të hënë i gjyti banorët e Rjollit përpara prokurorisë së Shkodrës. Ata i kërkuan organit të akuzës të hetojë ndërtimin e resortit turistik në Velipoj, pasi sipas tyre po u grabiten pronat që i kanë me dokumenta të rregullta. Për të 7 ditë radhazi, banorët e Velipojës vijojnë protestën e tyre, por këtë herë përpara ambienteve të prokurorisë së Shkodrës. Hajdutat, tokat tona nuk i dorëzojmë. Ata kanë dorëzuar një kërkesë zyrtare drejtuar këtij institucioni, ku kërkojnë një zgjidhje sa më të shpejtë ligjore lidhur me vërtetësinë e dokumentacionit që disponojnë për pronësinë e tokës në zonën e Rjollit, aty ku po ndërtohet një resort turistik. Sot erdhëm këtu për të protestuar, sepse u bën afër një vit që nuk po merret asnjë lloj mase, asnjë lloj zhvillimi, nuk dim se si është zhvillu ky kallëzim që ne kemi bërë dhe nuk se kuptoj pse nuk janë të interesuar që të vazhdojë procesi i hetimeve. Sipas banorëve, dokumentet që ata zotërojnë vërtetojnë pronësinë e ligjshme të tokës, ndaj kërkojnë nga organet e drejtësisë që çështja të trajtohet me prioritet. Ata i bëjnë thirrje drejtësisë të japë një përgjigje sa më parë dhe të mos lejojë që konflikti të mbetet pezull, pasi kjo situatë sipas tyre po rrit pasigurinë dhe tensionet në zonë. Në radhë parë të bëhet ekspertiza tekniko-ligjore e të dy dokumentat pronësisë, timit dhe të atij. Dhe cili nga këta tjeti falsifikuar duhet përgjigjet para ligjit. Pra, dëgjesa publike bëhet me emër, mbi emër, me dhe adresën se ku banon. Ne i kemi kërkuar prokurorisë dhe po ja kërkojmë tani. Të lutem, ne kërkojmë vetëm e vetëm drejtësi. Drejtësia është cili ka letrat falso. Këto prona janë me tapi, janë të rregullta, nuk ka falsifikime asnjë lloj kategorie. Në qoftë se na i kena pronat e falsifikume. Ky pse s'vjen me në ballafaquar ne, me thonë orë burra që ku i kam letrat, ne këtë vitëm ka le baba zyshi këto. Në protest morën pjesë edhe emigrant nga Gjermania dhe Anglia, të cilët janë kthyer posaçërisht për të mbështetur banorët e Rjollit, duke kërkuar që çështja e pronësisë të marrë një zgjidhje përfundimtare. Është i pa drejtë kjo që bëhet, axhat e mi, baba jam, gjyshi jem, janë gjallë, do në drejtësi, ju lutem shumë, keni ardhur prej Anglisë. Kam kërë saj ke vajzë, kur kam që baba jem atje të pa tokat tona, edhe sot nuk në lanë me ullë atje poshtë. Do na drejtësi, ashtë e drejta jonë. Protesta ka vijuar edhe përpara godinës së Bashkisë së Shkodrës, ku banorët kërkojnë një reagim zyrtar lidhur me lejen e ndërtimit të dhënë. Ata paralajmërojnë se do të vijojnë protestat deri në marrjen e një përgjigje konkrete nga prokuroria dhe institucionet përkatëse. Me tensionin dhe luftës të fortë sportive, Vllaznia mundi Tiranën në basketbol për meshkuj dhe konfirmoi momentin e shkëlqyer në këtë sezon me 9 fitore radhazi. Shkodranët fituan 85 me 82, veçanërisht fal një paraqitje mbreslëndse të Klajt Kirit, një sportist shkodran i rritur në SBA. Klasike e basketbollit shqiptar për meshkuj mes Vllaznisë dhe Tiranës u zhvillua mes një betejë të fortë sportive ku nuk mungoi edhe tensioni. Në fund festuan shkodranët, të cilët fituan 85 me 82, të mbështetur nga publiku i tyre në pallatin e sportit Qazim Dervishi. Dueli i vlefshëm për javën e 15 ishte provokuar jo pak nga akuzat e Vllaznisë, se Tirana po favorizoi hapur nga Federata e Basketbollit, pasi Bardhë Blut pretendonin ta fitonin takimin në tavolinë me arsyetimin e mos funksionimit normal të aparatit të 24 sekondave. Në parket, si të qoftë, dueli kishte ritëm të mirë, emocion dhe luftë për çdo pikë. Bardhë Blut e fituan periudhën e parë me rezultatin 26 me 17, duke krijuar menjëherë një shkëputje domethënëse. Megjithatë, ekipi vendasi rikuperoi ndjeshëm në periudhën e dytë, ndonse shkoi në pushim sërish në disavantazh 4 pikësh, 39 me 43. Kuqe Blut vijuan të rikuperojnë pikë kundrejt kryeqytetasve edhe në periudhën e tretë. Në fund rezultati ishte një barazim perfekt, 62 me 62, duke e dërguar takimin kështu në fazën finale mes shumë emocionesh në një garë vërtet interesante për triumfin. Diferencën për shkodranët në periudhën e fundit e bën amerikanët Hibbit dhe Thomas, dhe sidomos Klajt Kiri, një shkodran i rritur në SBA. Kiri realizoi 27 pikë dhe kapi 9 topa në tabelë në këtë duel, duke bërë diferencën përballë dyshes më të mirë të Tiranës, Hysén Agolli dhe Masie. Kjo ishte fitoria e 9 radhazi për Vllazninë e basketbollit për meshkuj, duke përfshirë edhe suksesin ndaj Pejes në ligën unike.
vendi dytë aktual në rënditjen e kampionatit për kuqeblut, që përbën një sinjal të qartë për ambicet e tyre serioze në garën për titullin kampion, ndërsa Tirana është në vendin e 4 në kampionat, pas Beslidhjes, Vllaznisë dhe Apollonisë. Kjo gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.